Ta, që diçka të fundit për thënë? Para se ta mbyllim dhe të falenderoj. Jemi në fund të pjesës, por do doja të thoja që Selin ka luajtur gjatë gjithë kohës me informacione nga jashtë. Ka patur kunatën e vet brenda, më pa letrën e babait, çfarë bëri me atë informacion. Dhe me të gjitha ndryshoi kaun e lojës. Jo, Nëse Selin nuk do kishte marrë. Shiko, se mbrojtja që bën tezja Selin për Selin patjetër është e kuptueshme, patjetër se ka të sajnë. Por partizanliku që bën kjo opinionistja Big Brother VIP bin 1 është e çuditshme dhe thot me bindet plot s'është e vërtet, po është e vërtet, po erdhi letra babait, i erdhi Greta, i erdhi ajo vllai, i erdhi në fund Shëndriti dhe ky i fundit ka bërë që ka ndryshuar komplet rrjedhën e lojës Selin me informacionet që i ka sjellë nga jashtë. Dëgjojeni pak. Arsyeja e vërtetë dhe ajo që mua më ka finalizuar dhe më ka mbushur mendjen që është momenti unë të marr lojën time e ka emrin Shëndrit dhe jo Gimbo. Pra, kaun e lojës ja ka ndryshuar Shëndriti në kohën ku ka qenë te shpella me informacionet që i ka dhënë, me ato NZ e të gjitha me radhë, ishte Shëndriti ai që duke i dhënë këshilla kundrejt marrëdhënies me Mirin dhe duke i popullarizuar, duke krahasuar ose duke i dhënë indicje me pjesën se si duket jashtë. Dhe Selina patjetër që është inteligjente, e kuptoi këtë gjë dhe arriti aty ku arriti që u nda me Mirin me lojën e Mirit. Kështu që informacioni jashtë i ka pasur Selina kokër, një nga një, katër veta. 4 veta, të paktën një herë në 3 javë kishin informacione Selina. Një herë në 3 javë ishin informacione Selina. Kështu që Belinda shikoja që më shpesh Bigun zërën, se na ka ndarë sy duçne, si kohë që qeni, duke parë Bigun dhe në 3 mëngjesit shpirti.